Alhamdulillah, wa kafa, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala Mustafa, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Thënimin të nësi të akunit në Allah subhanat e losë dhe ati për gjëram që të lafdrej dhe të bekoj dërgurin e ti Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të pëzgjedhe. Të ndërë vëllezër, shtjellimet dhe trajtesat që kanë të bëjnë me identitetet, një prej gjëra më thelbësore që e kanë është ajo që ka të bëjë me nxjerrjen e kuptimeve ose të domethënieve që mbi to ndërtohet pastaj komplet ajo dukja e madhe e një kuptimi edhe një përcaktimi. Për arsye për shembull, kur vijnë ato ligjet në botë që ndërtohet fjala bie cila lloj shkelje konsiderohet tradhti kombëtare, ose cila lloj shkeljesh në ligj përbën domethënën shkelje të mëdha ndaj pranimit të shtetit. E shet që ndonjëherë më shumë kanë të bëjë me kuptime se sa me dome. Më shumë ka të bëjë me kuptime se sa me dome. Domethënë, nëse dikush fjala bie për shembull shkon edhe shkel flamurin. Nuk bëhet doni dam kuptimin fizik ose doni dam kuptimin e prekshëm. Po ndami kuptimor është shumë i madh. Ndami kuptimor është shumë i madh. Ndaj kryesisht në botë, këto lloj shkeljesh ku preket kjo pjesë janë shkelje që pastaj edhe sankcionohen ma ashpër. Ose edhe ato të cilat ndoshta kulturat e ndryshme të njerëzve janë shumë të hapura për me i përcaktu domethënën dallimet se si me trajtu një lloj shkelje, kryesisht është që thelbi ka të bëjë me kuptimet. Thelbi ka të bëjë me kuptimet. Ndaj kisha pas dëshirë me bë si hyrje pikërisht në këtë trajtesë në diçka që një krizë e madhe e komunitetit musliman sot, madje edhe tek të udhëzuarit, ka të bëjë me atë zvetënimin edhe me mos mallnimin e kuptimeve. Domethënë, jo që po duam me thonë që kena shumë kapje për anën sipërfaqësore të fesë, po shpesh ndodh që një fetari po i mungon domethënën ajo kapja e ngushtë edhe e thellë me kuptimet. Për shembull, në vazhdimsi për shembull e kena rukun edhe sejdën për dishmëri të fesë tonë. Dhe ndodh që një i ri sot ka shumë dije rreth dispozitave të rukus dhe sejdës. Madje ndoshta edhe jo vetëm që ka dispozitat të njohura, po i ka edhe ndoshta edhe detajet, dhikrët edhe gjithçka që është transmetuar në sunet e kështu me radhë për rukun e kështu me radhë. Mirë po, thelbi i kuptimit të rukus çka është? Thelbi i kuptimit të sejdës çka është? Sikur kjo neve na hik. Sikur kjo ne. Domethënë thelbi i rukus, edhe thelbi i sejdës është nënshtrimi. Që i bie ti vjen edhe i nënshtrohesh Allahut me ruku edhe me sejdë për të sforcuar domethënë e nënshtrimit që kur vjen ky moment që ti edhe përdhebe për Zotin tan, qysh mundesh mos më nënshtru masi delsh prej namazit. Qysh mundesh mos më nënshtru masi delsh domethënë prej xhamis. Na ku e kena dilemën e mos nënshtrimit në realitetin tonë fetar? Mbrenda namazit apo jashtë namazit? Ne kena jashtë namazit, jo mbrenda namazit. Do thon, a ka dikush i cili e vën në pikë pyetje fjala bie për shkak nënshtrimin gjatë namazit, qoftë nënshtrimin shpirtëror, qoftë nënshtrimin fizik. Kjo është çështje absolutisht e kryer. A është absolutisht e kryer kuptimi i nënshtrimit jashtë namazit? Nuk është i kryer. Pse po duhet më bëj këtë si pyetje? Pikërisht për me vënë në dilemë që na nuk jena të ndërtuar mirë me kuptime. Shpesh jena të ndërtuar mirë me dispozita, jemi të ndërtuar mirë me metodologji, po jo edhe me kuptime. Ose hajde edhe një shembull tjetër, për shembull krahas rukus edhe sejdës. Për shembull, ne kur e shohim efektin, domethënien edhe atë kështjellën e madhe të quajtur në fe zakat, apo zakati. Na shpesh e mendojmë më shumë si ndihmë për tjetrin. Madje edhe ne kur e japim zakatin, ose ne kur e japim sadakon, më shumë shumicën e theksit edhe të vëmendjes e kena tek tjetri. Ndërkaq në parim në shariat nuk është fokusi tek tjetri, teksa obligohesh ti si ngarkuar me dispozit. Është tek ti fokusi, jo tek tjetri. Është tek ti, jo tek tjetri. Domthon tjetri shariati e ka përcaktuar që tjetri ka me përfitu pi pasurisë tënde, edhe është një dashamirësi e Allahut subhanahu wa taala për robërit. Amo ti që e të dhonë, ku është kuptimi themelor të këti? Një për kuptimi themelor të zakatit, që i bie pastrim, nuk o vetëm pastrimi i pasunisë, është pastrimi i zemrës nga lidhja e fuqishme me pasunin. Një pasunin që ti e ki tubu, edhe të ka flet gjatë vitit, edhe je konë shumë i kujdesshëm për mos me shku në humbje, po me shku në fitim, dhe në momenti që do të me besu ti bindshëm, që ti do është me dhonë një pjesë të saj.
Kjo është një lloj intervenimi që mos më lënën mu përshkallëzu lidhja jote me pasunin, edhe rrjedhimisht pastaj domethënë me pas dëme fetare. Ose në kuptim tjetër. Për shembull, haxhi. Haxhin ne shohmi tamam si pelegrinazh edhe si tubim i këtë umetit për me kryer një adhurim kështu më radh. Me po çdo detaj i haxhit e ka kuptimin mrena që ti me çat kuptim dush me dal pi haxhit. Domthon mahsheri do të më ta kujtu për shembull Arafatit më ta kujtu mahsherin. Tubimin para Allah subhanahu wa taala në ditën e gjykimit, ose ihrami do të na kujtu momentin e vdekjes edhe të qefinosis edhe të hyrjes në, domethënë në varr dhe shkuarit tek Allah subhanahu wa taala vetëm me, domethënë me veprat e tona. Po besoj që kena një dam. E kom përmendur këtë atë dersi kur e përmenda me një prej ligjëratave që ne nuk bëhemi kurrështar as për ezonin. Domethënë për dishmërinë e ngojmë ezonin, apo po nuk kena bë kurrështar, madje ndoshta ndonjëherë edhe bëhemi sikur se kena ditë çka i bëj kjo. Okej? Për shembull nuk e dimi pse përsëritet çfarë frazë, nuk e dimi pse ku është thelbi, ku është esenca, ku është filozofia, e as më tepër imagjino për shembull mos me ditë me zbërthy fjalën la ilaha illallah që ti e ke edhe në ezan. Tash është një pyetje që në kuadër të kësaj po duhet të bëj trajtesën se sa na e madhnojmë Allahun subhanahu wa taala. Sa herë në ditë na mormi tekbir. Sa herë në mëna ditës thomi Allahu akbar. Është shumë herë. Është shumë herë, një njeri që i fal 5 vakte, po një njeri që edhe kujdeset për sunetet, po një njeri që i dhe edhe ku është sunet me thonë Allahu akbar, e prej të momenti që ja u thomi Allahu akbar fëmijëve tonë në vesh teksa lindin, e në përditshmëri janë 10 mira herë mbrana muajit që na shoqëruam me fjalën Allahu akbar. Imagjino me na sfiduni pa besimtar me thonë, a bamë mi kallzu 2-3 kuptime themelore çka i bë Allahu akbar në jetën e juaj. Çka i bë domthon Allahu është më i madh, apo Allahu është më i madh, është frazë e shpërfaqjes së madhnimit për Allahun te bareke ve taala. Ka një frikë që kryesisht fezaria jon, në gjendjet e tona, ngandalësimet e tona, mos përmirësimet e tona, farzet e tona të dobta, mos mungesa e entuziazmit të madh për ibadete kështu më radh, është kryesisht se se kena kuptuar Allahu akbar në thellësitë e saj. Edhe jo vetëm kaq. Edhe raporti jon kundrejt fejes, qoftë madhnim, qoftë davet, qoftë me shërby fejen, qoftë më kon shoptot saj, qoftë ku diun çka. Kryesisht lidhet me fjalën Allahu akbar, sa e ke të dobët, sa e ke madhështore. Madje edhe temat e tjera të zemrës, merret sën dush temp, shpresa në Allahun, lidhet me sa e ke kuptuar Allahu akbar. Tevekuli në Allahun, lidhet sa e ke kuptuar Allahu akbar. Do të thon, fjala Allahu akbar është rezumeja e këtij dieve fetare që ti di. Domethënë nëse fjala bie për shembull tash jemi në një moment caktuar edhe ti ballafaqohesh me një realitet shumë sfidues. Mjafton ti me pas shumë të kuptim plot se fjalën Allahu akbar edhe mu turenit këto temat. Mundesh mu gjin para një situate ndoshta për të zmbrapsur. Mjafton me kuptu edhe me tu kthy kuptimet të fjalës Allahu akbar, Allahu është më i madh, edhe rrjedhimisht pastaj murenit. Ndaj keni vëmendjen, gjithçka në fe, çka përsëritet i bie që ka kuptim më të thellë. Dhe kjo është domethënë rregull edhe në gjuhën arabe. Për shembull, nëse gjuhën arabe për shembull, Luani ka shumë emra, nuk ka ardhur situata nëse shikohet në udhtimin gjuhësor, nuk ka mujt me pas çka shumë emra, vetë u kanë shumë i pranishëm poezinë e tyre. Vetë u kanë shumë i pranishëm në kuvendimet e tyre. Ose për shembull Kuwait kanë shumë emra në gjuhën arabe. Pse ka shumë emra? Është rregull tek gjuha arabe që përsëritja e shumt, prania e madhe e detyron për stil edhe për qëndisje të fjalisë që të me pas më shumë sinonime. Edhe tash, me të ardhur në jetën e përditshme, në jetën fetare, në jetën e rregullave fetare, çaq shumë u përsërit fjala Allahu akbar. Edhe kjo me pas një kuptim të thjesht me një ibadet. Nuk e ka çat kuptim. Ajo është thjesht si normë, si dispozit, po si mesazh është diçka tjetër. Domethënë Allahu akbar na thomi pikërisht për me majtë në vazhdimsi dozën e vetdijes lart. Edhe sa më shumë që mohet lart doza e vetdijes së madhnimit të Allahut, këtë tjera të relativizohen. Relativizohet friga prej dynjas, prej të ardhmës, prej armëgjve, prej rrethonave, prej sfidave. Domethënë, bëhet shumë relative pastaj domethënë sakrifica jote për Allahun subhanuhu teala, se me që është Allahu më i madh, ti me të e bën sakrificën për Allahun dhe rrjedhimisht prej tij e pret domethënë shpërblimin e pakufishëm. Ndaj konsideroj që është rëndësishme me theksu një fakt, që ligjërat ka dozë të qortimit. Nuk është domethënë ndërtuese në kuptimin e mirëfillt, në aspektin që kena me tregu diçka çka s'dini. Po kena me tregu diçka që më bën një farë pyetje, çysh na pas ka shkuar mend. A është qartë?
Do të thonë, shpesh na e dim, po fakti që dia nuk është përkthyr në një realitet që ka kriju identitet tonin të përditshmërisë, është mirë pastaj me çortu vetveten çysh bes na ka shumë mendje. A është qartë? E çka çysh nuk na ka shumë mendje secili ka relative. Diku nuk ka shumë mendje që 10 vjet udhëzim, diku nuk ka shumë mendje që 5 vjet udhëzim. E keni parasysh atë ajetin ku Allah subhanahu wa taala i çorton sahabët, sikurse është një muslimi për Abdullah Mesudit, Abdullah Mesudit thot mes islamit ton, edhe këtij momenti që na ka çortuar Allahu, pse s'po na zbutën zemrat janë 4 vjet. Tash, nëse dikush që tonë i udhëzuar që 4 vjet, është shumë i ngjajshëm me sahabët kur e kanë marrë çka të çortimin që çysh s'piu zbutën juve zemrat kur po përmendet Allahu subhanahu wa taala. Dhe tash kisha pas dëshirë më kon në këtë vit, domethënë në çortimi për vetveten time edhe për juve, çysh na u kanë zbut zemrat me fjalën Allahu Akbar, edhe pse themi me 10 mira herë që sa javë, që sa muaj, që sa vite, që sa madje ndoshta edhe domethënë dekada. E sidomos, është shtu fatkeqësisht. Është shtu unë sa po kam vëre, nuk kam drejt ndoshta me konstatu shumë. Është shtu e komunikimi edhe të folurit për fe nga pozicioni i të siguruarit nga hidrimi i Allahut. Në shumë shpesh fetarët folin sikur folin pin xhenet. Është qartë, kjo nuk ka hije. Sepse kjo i bet që domethënë Allahu Akbar është e dobët. Se ti vesh me menu Allahu Akbar, edhe e menon se para çtit mallit kimë dhënë llogari, krejt dozat e vetpëlqimit shkrihen. Krejt dozat e vetlavdrimit shkrihen. Tretët shumë shkaq që janë atë pa vetveten edhe jemi duke certifikuar, domethënë realisht domethënë rrajshëm. Ndaj përdesa nuk e kemi kaluar urën e Siratit, edhe nuk e kena ka përsye llogarin, është mirë mos me fol me kësi dozat nalta, sepse askush pineve aq më tepër shumica janë atri, edhe domethënë shumicën e mundshme të sprovimeve nuk i kena ka përsye, jo vetëm potencialisht nuk i menumi që jemi kandidat për ato sprova. Është për shembull, nëse tash mesin ton është një vllai udhëzuar prej 30 vitesh, ose një hoxh që është shërben vetin prej 30 vitesh. Domthonë, mundësia qysh një kandidat i kësaj gjenerate e sheh veten të sprovuar është 1/10 e tyne. E qysh mundet njëri domthonë ala pa e ka përcy 1/10 e sprovave që dikush i ka përcy para 10 vjetëve pas majt 20-30, me fol me doza të certifikimit sikur e kemi kryer domethënë çështën e fesë ai na domethënë shumë mirë me Allahun subhanahu wa taala. Kështu që në ditën e gjykimit veprat e tona do të vendosen peshoj. Më shumë ti shaka me peshu. Më shumë ti shaka me peshu. Pigjona që më shumë ti ka me peshu, ka më konën madhnimi i Allahut. Ka më konën çdo domethënie që lidhet me fjalën Allahu Akbar. Ku e keni argumentin kët? A nuk është tauhidi që më shumë ti peshon? Shumica e temave të tauhidit lidhen me madhnimin e Allahut. A nuk është shmangja për shirkut që më shumë ti ka me peshu në ditën e gjykimit? Po shumica e temave që lidhen me shmangjen për shirkut janë me madhnimin e Allahut. A nuk kanë më konën farzët që kanë me peshu më shumë ti? Po këtë farzët lidhen me madhnimin e Allahut. Këtë farzët lidhen me madhnimin e Allahut subhanahu wa taala. Ndaj kena më bëni përpjekje modeste, sidomos nuk e kam as lehtë me praninë e hoxhës Ekrem, po elos Allahu azza wa jall me na mluë mangësit. Me i bën ja 4 ndalje qysh i be me thonë Allahu Akbar për një me. Ose qysh i be që ti kur thu Allahu Akbar tek sa hi namaz. Kur thu Allahu Akbar tek sa ndodh një diçka që është sunet që ashtu me thonë kur ndodhe. Çka i be që kjo? Ose edhe aty ku nuk e shqipton domethënë ti fjalën Allahu Akbar. Në përditshmëri, qysh i bie me e përkthy pak më mirë filani e madhnon Allahun, unë e madhnoj Allahun, ose me emot, a mundesh me emot ti në përditshmërinë tonë, ku je me madhnimin e Allahut te bareke ve taala. E para, të madhrosh Allahun do të thotë, ta kesh për një mend me Allahun. Të madhrosh Allahun do të thotë ta kesh për një mend me Allahun. Qysh lidhet madhnimi i Allahut me sidqun, me për një mendsinë me Allahun te bareke ve taala. Për shembull, nëse ti je një sipërmarrës, ose je dikush që e keni far projekti, edhe dikush do me lidh punë me ty. Edhe ti përpara e di që ky nuk e ka punë me ty. Ose tutje gjatë bashkë veprimit e kupton që ky ka hyrë në far punë me ty. Për shembull, ti je biznesmen, edhe dikush ka hyrë me ty jo për me bë biznes. S'ka lidhje, thotë edhe në tu ndjegët investimi, thjesht vetë le ta merr shoqënia e qytetit vesh që ty të komortak, tani mas një 6 muajve prishmi, se pastaj du me këtë ndrejtje të dukjes timesh në shoqëni, apo me fitu një kapital shoqëror, rrëdhëmisht pastaj me vazhdu. Ti çysh e ke raport me këtë njeri? Që e kupton se ky ka hyrë punë me ty, jo të pas punime. A mundesh me konsideru që ky të ka respektu?
A mund është me konsideru që ky të ka pa njëri të madh, ose për shembull me fol me një gjuhë pak më xhargonit, do të thonë, a di ti me kanë ki punë, çysh ki ti kështu me mua? Thotë unë kom menuar që realisht na e kena bë biznesin për me fituar, për me bë punë, me çuni kompani, me rritë, ku unë shka. Ti realisht e pas shpasën thjesht veç për diçka, se pas shpas për një me. Se pas shpas domethënë për një me. A ka gjaz në vëllezër që na shpesh nuk e kena menuar çështu mi thon vetvete, a di që ki punë me Allah. Domethënë ti me mallnu Allahun, me pas Zotin shumë të madh, mos e na e ki për një me. Për shembull, jam pendu, e pendu për një me. Jam nënshtruar, e nënshtruar për një me. Jam islamizuar, e islamizuar për me, ose e kom sistem tjetës, domethënë me jetu me ligjin e Allahut subhanahu wa taala, me Kur'an, me Sunet, e kjo si deklaratë shumë e madhe, po e ki bash për me ku thua, po ose e kom për me unë për shembull me ndërtu një familje muslimane kështu. Po do më marr disa shembuj për me mujt me kuptues çfarë tash më thon, sidomos në hijen e një fjalës që ka thënë Ma'ruf al-Karhi, thotë ma akthar as-salihin wa ma aqalla as-sadiqin. Sa shumë janë njerëz të mirë, sa pak janë ata që kanë për me. Sa shumë janë fetar, sa pak janë ata që kanë për me. Shumë ka fetar. Shumë. A mos sa janë ata që kanë për me, janë shumë pak. Për marrni disa shembuj për me mujt me kuptu. Për shembull, na si shoqëni muslimane e këtij nënqielli, një prej arsyeve të pranimit të Islamit u kon edhe mallnimi i familjes. Do të thonë, krejt studiues merr e lexoj, për shembull, një pjesëve të mira ku është puthit kultura e preardhjes me kulturën islamit ka qenë mallnimi i familjes. Edhe pastaj sa herë që udhëzohet një musliman, sa herë që udhëzohet një bashkëqytetar i joni, një prej temave të theksuara e ka qenë na bëmu shumë merak për familjen. Apo në shumë merak, do të thonë, shko vëllai jam gjalot e më e madhe, gjalja ime më e madhe është domethënë që ti kam familjen udhëzotit. Kjo si deklaratë është e mirë. Kjo si deklaratë, sidomos të e ditë që udhëzimi është ndër të Allahut, apo? Domethënë, tash na i kena këtu dogmat e akidës që udhëzimi është ndër të Allahut, tash deklarata është e mirë, gjalën më të madhe e kena familjen. Merre që ta dhe që të në matje, sa e ki për një mes, sa se ki për një mes. Për shembull, a mundet me pas për një mes dikush i cili fjala bie për shembull, shumë pak ka punuar në shtëpi për çështjen e namazit. A është qartë? Ose shumë pak ka punuar në shtëpi për çështjen e hijabit. Ose a mundet mu ka një vëlla që ka përime që jetë deklarat, për shembull që fjala bie për shembull programe televizive që janë të përzira me haram, shikohen shumë çlirë në shtëpi. Ose madje edhe kontentet të cilat e zhbëjnë edukimin islam, domethënë janë shumë të relaksuar në shtëpi. Ose për shembull shkon që tash këto momente shkon ban pushime diku ku i rrezikohet udhëzimi. Nuk e ka punime. Ka krizat e përnjëmënësia, por nuk ka ardhur krizat e përnjëmënësia vetë se nuk e ka mallnu Allahu. Por me pas ma thjesht. Për shembull nëse e kish mi pas një kontratë, po kthehena prapë te shembulli i kontratës, me një njeri shumë serioz, me një njeri që është fat i madh mu kanë si përmarrje me të. Apo? Mirë po është karakteristike e tij për shembull që kompanitë funksionojnë me këtë seriozitet. Edhe ti bashkë kur sezona më e mirë ti shkon e mbyll edhe shkon në pushime. Ndoshta mundesh me thonë me kanë jam ortak, nuk ka hije në këtë periudhën e me mbyll, domethënë në biznesin. Se dal shumë keq para ti, e hupi respektin taj. A mendon mina çështu për shembull që del keq ti para Allahut me bë do gjeste. Del keq para Allahut me bë domethënë do gjeste. Çi kjo del keq para Allahut lidhet me sa e kipën me Allahun te bareke o taala. Për shembull, nëse me një familje muslimane nuk është prioritet sa herë njoftë çon fëmijën në xhami, sa herë çon me kitab, sa herë mëson Kur'an. Nuk ka progres shumë të qartë kur i ka mësuar çdo sure, kur e ka mësuar mallnimin e namazit, kur e ka mësuar këtë, që është realiteti i shumicës së familjeve muslimane sot. Domethënë projekti i ngritjes së një familje muslimane, tamam që është domethënë udhëzimi i fesë, domethënë nuk është domethënë prioritet. Është dëshirë, këtë kanë dëshirë me udhëzu familja, me udhëzu fëmijët, këtë kanë dëshirë, sidomos me shumë me dal në hafuzë diçka kështu si super projekt, po ama, si super projekt të nënshtruar ndaj Allahut. Namazi nuk i kurr. Mallnohet xhamia, mallnohet dersi, familjarisht jena të sistemuar me ngu derset javore, e kena do programe i ndjekmi në vazhdimsi të xhallarëve kështu më radh. Kjo realisht domethënë tregon që ma akthara as-salihin wa ma aqall as-sadiqin. Sa shumë ka fetar, po sa pak ka që e kanë punime. Sa shumë ka fetar, e sa pak që e kanë domethënë punime. Ose një shembull tjetër, që është shembull që po na prek të gjithëve, po s'kam çfarë pa për më. Për shembull, na si fetar shumë e sforcohemi diskursin që thelbi më i rëndësishëm në jetën tonë të përditshme te pjesa e mirëmbajtjes së mirëqenies, më mirë pak po halal se sa shumë po e përzime. Apo tek pasunia. Sa do kof, çish do kof, pak po veç ta kena halal. Kjo si deklaratë e mirë.
A mos sa e kena për një me? Për shembull, a menoni na që na e kena për një me që këtë më mirë pak, po halal, se sa shumë po e përzime, ndërkaq kryesisht për folja mesin e muslimanëve është për njerëzit që e kanë përzi pasuninë me haram. Domethënë nëse tash lavdërohet një vëlla musliman, si sukses shumë. Sa na nolmë me analizu çka suksesin e tij, sa është i pastër shëriatikisht. Ti me sinqert, shumicën atyre që na nxjerrin në ballin, si suksese, si historia e suksesit janë kryesisht përzim. Kryesisht që kanë bërë shkelje trone fetare. Ama ala asnjëri brenda komunitetit tonë nuk thot Allahu ja letësoft mu kthy ku u kon. Allah asnjëri mes neve nuk thot Allah e letësoft, inshallah nuk përshkallëzohet më shumë. Amo si historia e suksesi e shesme, që i bie na me deklarat thomi më mirë pak po halal, po realisht i thomi veç inshallah sukses i madh, çish do koft ai koft. Që kjo realiteti. Po pse vimi në këtë realitet? Sepse domthonë nuk e kena madhru Allahun subhanahu wa taala. Ndaj Allah azza wa jall nuk na ka urdhëruar Kur'an thjesht jeni të vërtetë. Jeni për një me. Keni vëmendjen? Thot Allah te baraka taala. Ja alladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. O ju që keni besuar, jeni devotshëm te Allah dhe jeni me njerëzit që kanë për një me. Pse s'ka thonën jeni për një me, po ka thonë jeni me njerëzit që janë për një me. Sigur do me na nxjerr një kuptim që është shumë themelor për me kuptuar këtë çfarë do të thonë. Që për një mendësia me Allahun është mentalitet. Nuk është thjesht parimësi e fesë, është mentalitet. E mentaliteti bëhet në komunitet. Zor është me kriju ti mentalitet veç vetë. A është qartë? Do të thonë mentaliteti, qasja, mënyra, do të thonë mënyra se si ti lexon ngjarjet, mënyra se si ti qasësh fenomeneve kështu me radhë, kjo krijohet brenda një komuniteti. E kur komuniteti shkel kufit të Allahut. Komuniteti nuk e ka prioritet madhnimin e Allahut. Komuniteti nuk e ka prioritet matjen me fenë Allahut. Rrëdhëmisht domethënë krijon domethënë një narrativ të deformuar. Deklarata është e bukur, por nuk është për një me Allahun te barekuta. Ndaj Allah subhanahu wa taala kur njëri do të përgjigjet sakt në varr, sikur që ka në hadithin që shënon Muhamedi për Ibra ibn Azib, Allah azza wa jall sikur që ka domethënë në transmetim thotë feyunadi munadi min as-sama. Një thirrës të rreth prej qiellit dhe thotë an sadaqa abdi. Një thirrje vjen prej qiellit, robi jam e pat për një me. Realisht kjo robi jam e pat për një me, për me tregu që provimi është me për një mendsi. Testi më i rënd i jetës është sa e ki për një me. Testi më i rënd i jetës është sa e ki, domethënë për një me Allahun subhanahu wa taala në ditën e gjykimit pikërisht llogaridhënia më e madhe ka mëkonën për një mendsin, sikur se thotë Allahu te baraka taala, liyas'al as-sadiqina an sidqihim. Atë ditë kam i pyet ata që e kanë pas për një me, sa e kanë pas për një me. Se këta s'hin në rang të tjerë. Se ki pas për një me Allahun, domethënë nuk je vlerë për t'u theksuar. Domethënë llogaria e peshojës që kanë mu peshu janë ata të cilët e kanë pas për një me Allahun te baraka taala. Për një me sa ki kry hakun Allahut, për një me sa i ki dal kushtimisht me kry borxhin Allahut te baraka taala, edhe sa i ki pas për një me mos me shkel domethënë kufit e Allahut. Çka ndodh pastaj? Thot Allahu te baraka taala, hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina, hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidqu. Kjo ditë ku ata që e kanë pas për një me kanë mjapo hajrin. Kjo ditë që ata që e kanë pas për një me Allahun kanë mjapo domethënë shumë hajrin. Kisha pas dëshirë që këtë pjesë me kthy në një narrativ të analogjisë të pabarabartë. E keni parasysh se krahasimet do të me pas një lloj afërsie, por kjo është e pabarabartë thjesht vetëm për me thjeshtësu. Për shembull rasti i Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Komplet sahabët janë ata të përzgjedhur e Allahut, fa alime ma fi qulubihim, e ka ditë Allahu çka kanë në zemër. Shkon që në zemër çka ka ditë Allahu subhanahu wa taala tek sahabët. Sepse domethënë nuk po tregohet si ngjarje e dallimit të tyre dhe veçimit të tyre, domethënë vepra, kuptimin e jetësimit, po vepra në kuptimin e burimit, vepra e zemrës e cila e ka prodhu fetarin. Allahu azza wa jalla po thotë e ka ditë Allahu çka ka në zemrat e tyre. Çka ka në zemrat e tyre? Çka po në zemrat e tyre? Ti tash dush me marr modelin më të lartë të sahabijut. Cili modeli më i lartë i sahabijut? Është Abu Bekri radhiyallahu anhu. Çysh e merr, çysh ja çet Allahu shekata në zemër. Sikur kanë ardhur tabenet kur kanë fol për Abu Bekrin, thonë çka mund të më kon diçka e Abu Bekrit, çka ka bëu Abu Bekrin? Abu Bekr, o diçka në zemrën e tij. Që në zemrën e tij Allahu ka dashur me qit në mbiemrin e tij. Densa shujta Siddiq. Ai që e ka për një me Allahun te bareke ve taala. Ai merr meja që mundët njëri pi sahabëve
me e pas të lëkundur për një mendësinë me Allah, a ka dikush pi sahabëve që mund me qitë në pikpyetjen, a ka pas sidq me Allah apo s'ka pas sidq me Allah? Këtë sahabët e kanë pas sidq me Allah dhe këtë sahabët e kanë emrin sahabi. Atëherë ai që është më i madhi në zbërthen ku është veçantia e sahabëve. A e kuptuat? Domthon edhe ai sahabi është ai ka takuar veç gjysdite pejgamberin sa është sahabi. Edhe ky shokon shok i ngushtë është sahabi. Emri i përbashkët është i njëjtë. Atëherë nëse emri sahabi është i njëjtë, atëherë edhe vetia e përbashkët është e njëjtë. Atëherë cili është sahabia më i madh? Është Abu Bekri. Cila është vetia kryesore e tyre mas sohbës? Mos i që janë kon shok pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Është sidq. Është sidqi që kanë pas për një me Allahun te bareke ve taala. Konsideroj Allahu alem që çka pjesa që kena kriza tek përnjëmendësia edhe tek njëjtësia e deklaratës me atë që kena në zemra, kryesisht është realitet reciprok madhnim edhe përnjëmendësi. Domthon çfarë se madhnon Allahun, çfarë që ki për një me. Çfarë se ki për një me, e madhnon Allahun. Është qartë? Domthon nuk është filozofike kjo për ta zbërthyer në përditshmëri. Domthon, e nismin atë ditën, për shembull, cili është ibadeti i parë wajib. Cili është ibadeti kryesor që ne me çata do të nis ditën. A patjetër mos i çosh pi xhumit me bë dhikrin e zgjimit pi xhumit? Nuk ka patjetër. Cili është ibadeti i parë që nismi ditën? Është me dhon tekbir për me nis namazin e sabat. Është ibadeti i parë në qiyam, mu konti me tekbir. Që është e mundur me këtë nis ditën. E s'ka kuptime që na bëjmë presion gjatë ditës sa është Allahu i madh në zemrat tona dhe Allahu i madh në prioritetet e tona. Kjo i bën që domethënë na jena shumë fetar simbolik, shumë fetar të deklaratës. A di shosh më e keqja? Domethënë çto kuptime imagjome na sfiduni pa besimtar, më thonë a ba me ditë çish e përcakton që kjo Allahu Akbar, që ti ditën e nis me Allahu Akbar. Çish e përcakton që kjo për dishmërinë tonë, ditën tonë, natën tonë, edhe familjen tonë dhe jetën tonë. Kështu që e para, çka i bie të madhrosh Allahun, i bie të kesh për një mend me Allah. Nëse Allahu nuk e shet që ki për një mend, i bie që nuk je duke madhnuar dhe duke respektuar Allahun subhanahu wa taala. E dyta, të madhrosh Allahun do të thotë të jesh i qëndrueshëm. S'ka për një mendsi vetë se ka edhe qëndrueshmëri. Lëkundja dhe endja, bredhja dhe emigracioni, në vazhdimisht tu bredh nga ideja në ide, nga përcaktimi në përcaktim, tu kshyrë në vazhdimsi mu rigjet. Kjo është se nuk e madhnon Allahun. Për shembull, në realitetin tonë të të përditshëm, na i kena shumë tema më të prera. Dhe pjesë të qenit ato tema të prera në jetën tonë është se na i madhnomi ato. Na nuk jena në kërkim të diçkaje, se jena përcaktuar. Është qartë? Për shembull, njeriu, pa marrë shembull edhe pse nuk është domthon paralelja e shëndosh. Për shembull, kur e ka një familje shumë të shëndosh, kur e ka një bashkësi shumë të shëndosh, a kalkulon me qëndrueshmëri apo me domethënë periudha? Për shembull, Allah subhanahu wa taala ka begatuar një vëlla musliman në familje shumë të shëndosh, shumë të edukuar, shumë fetar të mirë, shumë domethënë të koncentruar në edukimin e fëmijëve, në madhnimin e obligimeve bashkëtorë kështu me radhë. Kalkulimi jot në raport me këtë bashkësi ose e saj në raport me ty, a është kalkulim për 2 vjet, 3, 4 apo është për jetë? Çish është? Njeriu kalkulon për jetë kur është domethënë që e madhnon, e sheh shumë të madhe. Ndërkësh në moment që e sheh se o projekt i dështuar, e sheh që ka gjallë që s'ja vlen, ka gjallë që gjen më mirë, ka gjallë që isha gut, atëra kalkulon me kohë të shkurt. Na e kena një kalkulim me Allahun shkurt. Kjo nuk mundet më ka me madhnim. A është qartë, domethënë ti hemi një projekt të sevapit në raport me Allahun subhanuhu teala dhe kalkulon që me mujt 6 muaj. Po kjo është domosdoshmë si të madhnu, me mujt me madhnu. Ti krejt kalkulimet i ki për tani jetën. Ose për shembull në përditshmëri, për shembull nëse ki një projekt të suksesshëm, projektet e tua të suksesshme, ai menon madje edhe mi trashëgu fëmijët e tu. Po dyshim që po. Madje ku ka zgjasë që ty ka me të met hatri i madh me fëmijët e tu. Për shembull, nëse ti thua unë 20 vjet kom punu me ngrit këtë parandurit suksesit, ti domethënë nesër shkon tek diçka tjetër. Domethënë, a ka diçka sukses më të madh te na se sa lidhja me Allahun subhanallahu teala. Na lidhjen në raport me Allahun, po flas në përgjithësi, domethënë e kena shumë periodike. Domethënë shumë rrallë është për shembull me xhetën, po flas me timin sinqert, domethënë heme një rend fetar edhe më me vite. Prapë i njëjti mas 6 muaj do të më ngush shumë derse, shumë këshilla, shumë rrethi për me mujt me kthylla në tek
pika domethënë ku ishte. Kjo nuk ka rregull. Kjo tregon që nuk mallnohet Allahu. Kjo tregon që nuk mallnohet Allahu subhanahu wa taala. Keni vëmendje që Allahu subhanahu wa taala kur na ka fol për qëndrueshmërinë e ka përmend krahas qëndrueshmërisë një domethënie. Thot Allahu subhanahu wa taala sikur që ju ka drejtuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fastaqim kama umirt. Ti përqëndrohu siç je urdhëruar. Pse si ka thon përqëndrohu qysh të bëj më mirë? Pse s'ka thon përqëndrohu se kjo është më e mirë për shpëtimin tënd? Pse është përmend përbri urdhrit për qëndrueshmëri, është përmend siç je urdhëruar. Për ta lënë që këtë kuptim të qartë që arsyeja pse do shmendej shumë i qëndrueshëm, menoja kush ka urdhëruar. A pe kuptoni? Shumë është i madh ai. Domethënë qëndrueshmëria lidhet me istiqamja, lidhet me çka? Me madhnimin e Allahut. Një njeri që s'u rrik gat me një vi, ky se madhnon Allahun. Për këtë arsye Allahu e ka përmend për këtë urdhëresën për qëndrohu siç e urdhëroi. Për qëndrohu siç urdhon kuptimin që moje në vëmendje se duhet me nejt në vi se ai që të ka urdhënuar shumë i madh. Ai që të ka urdhënuar është çaj që po thup ti për të Allahu Akbar. Ai domethënë të ka urdhënuar edhe rrëdhëmisht duhet me pasën domethënë në konsiderat. E shon Ibn Abi Hatim për Hasan al-Basriut, thotë kur ka zbrit kjo ajet, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thonë shemiru, përvelni mëngët, domethënë shtrëngonu me punu. Thotë fama ru'ya ba'daha dhahika. Edhe mos e kena pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam duke qeshur. Nuk e kena pa më të dërguarin Allahu sallallahu alajhi wasallam duke qeshur. Ku lidhet humbja e buzëqeshjes me urdhrin për qëndrohu siç i urdhëruar. As më tepër. Ku ne është dërguar ky urdhres? Ku ne është thonë kjo fjali për qëndrohu siç i urdhëruar? Dikujt që ka qenë i përqendruar. Dikujt që ka qenë. Dikujt që është shëmbutyra që shibem u kanë i përqendruar. Çka është kuptimi i humbjes së buzëqeshjes? Allahu alem, ndoshta për arsye kryesore ka të bëj buzëqeshja humb kur shtohet serioziteti. Buzëqeshja humb kur shtohet serioziteti e ky seriozitet është i përzim me frikë. Serioziteti që ka edhe frikë është madhnim. Serioziteti që ka frikë është domethënë madhnim që i vije mundesh me thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka humb buzëqeshjen pikërisht madhnimi, domethënë çeshjen madhnimi i Allahut subhanahu wa taala. Ndaj thotë Sheikhul Islam ibn Taymiyah rahimullah, a'zamul karama luzumul istiqama. Kerameti më i madh, nderimi më i madh që Allahu ja bën dikujt është me e majt nudhë të qëndrueshëm. Nuk e ka nderuar Allahu askë, sigur e ka nderuar dikë i cili është i qëndrueshëm. Në kuptimin që ka vlerë ky tek Allahu. A ka dikush vlerë tek Allahu nëse ai nuk e vlerëson Allahun? Domethënë, dikush i cili thot Allahu Akbar, po nuk e madhnon Allahun. Dikush i cili thot Allahu Akbar, po nuk e madhnon Rabbul Alamin. A ka ky vlerë tek Allahu? Të kish pas vlerë tek Allahu, Allah i kish dhënë istiqame. Që i bie vllazni. Kjo që na kena shumë kriza, edhe shumë e kena kthy fetarin në periudha. Një periudhë e mirë, një periudhë e dobët, një periudhë në Ramazan, një pas Ramazanit, i kena 4-5 periudha, secila të ditë ku jena kuzina. Mos e diçmi si shoqnina të ditë vetvetet tona. Kjo është treguar se nuk madhnohet Allahu dhe rrëdhëmisht nuk kena shumë vlerë tek Allahu. Maqamu ka haythu aqamak, kanë thonë dietar. Pozita jote tek Allahu çysh ty të pozicionon Allahu. E që ti nuk ki pozit afatgjate. Apo? Ose në një farë forme ka hu vlera tek Allahu. Dhe vlera tek Allahu nuk ka hu se Allahu të bën zullum. Vlera ka hu tek Allahu se nuk është madhruar Allahu subhanahu wa taala. Ndaj, për premtimeve që kanë me pas njerëz të devotshëm, ka më qenë që në momentet e vdekjes, në momentin e vdekjes kanë me marrë përgazim që mos më mërzit. Kanë me marrë përgazim që mos më pikëllu dhe domethënë arsyeja kryesore është se janë kohë domethënë përveç besimit, inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Ata të cilët kanë thonë Zoti jon është Allahu dhe kanë pasur qëndrueshmëri. Dhe kanë pasur domethënë qëndrueshmëri dhe kjo qëndrueshmëri nuk ka ndryshe vetë të pasur në konsiderat se si kanë pas punën me Allahun subhanahu wa taala. E shohim Imam Taberani dhe Abu Ya'la shalmun të hadithi sahih për Abu Juhayfës, qalu ya Rasulullah qad shibt. Thonë i dur Allahut po të vëm re që ki fillu domethënë të kesh thinja. Edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shayyabatni hudun wa akhawatuha. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thinjat që kanë nisë më ndal, kanë ardhur si rrëdhëm i surës Hud edhe i motrave të saj. Imam Kurtubi dhe dietarët e tjerë thonë arsyeja kryesore që ka ndodhur kjo, ka qenë pikërisht domthon ajeti fastaqim kama umirt. Kurse thot Abdullah ibn Abbas. Ma nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hiya ashad wala ashaq min hadhihi al-aya. Nuk ka dunë ayat, më të rëndë edhe më të ashpër që ka pritur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më shumë se sa ajeti
përqendrohu siç e urdhëron. Çka fjala Abdullah ibn Abbasit neve na nxjerr shumë keq. Pse na nxjerr shumë keq? Na nxjerr shumë keq se ky diskursi që më mor fen shumë të relaksuar. E aq më tepër diskursi që na edukuar, në paralele që na edukuar, që çaq më shumë që e një Allahun, duhet me pas frikë Allahut. Që kjo frikë Allahut, çish ka më shpërfaq? Domethënë, a ka diskurs fetar që krijon frustrim në zemrat e muslimanëve? A ka domethënë thirrje fetare që më nejti trishtum për Zotit? A ka domethënë diskurs fetar ose domethënie fetare që me ekziston një lloj frike që ty të mat trazum në jetë? Nuk ekziston kjo kështu. Ekziston një domethënie tjetër. Do të më ekziston një frikë që ta marr në nivel madhnimin. Do të më ekziston një lloj frikë që ta marr në nivel madhnimin. E kur ta marr në nivel madhnimin, a mundesh pastaj domethënë me komuniku me Allahun subhanahu wa taala me periudha. Domethënë në fetari sikur se shtyhesh me sahabët pas Ramazanit dhe pastaj është duket edhe sikur bëhet një fetari e pa domethënie pas domethënë Ramazanit ose një fetari e cila shif në verën domethënë. Ku i kena muslimanë sot? Domethënë, imagjino është bë kulturë në xhamiat e muslimanëve. Vllazni në xhami në rreth e muslimanëve është bë kulturë që ç'dush interpretoj, është bë kulturë normale mi anulu dersët. Pse anulon dersët? Pse anulon dersët e verës për shembull? Ose pse domethënë shumica e njerëzve nuk e konsiderojnë të rëndësishme dhe prioritet domethënë gjatë verës me shku në ders. Pikërisht se fetaria e periudhave e bën shumë të relaksuar këtë lloj shpërfillje. Kjo është shpërfillje. Mas promte është shpërfillje, domethënë ndaj fesë Allahut subhanahu wa taala. Ndaj thot Hasan al-Basriu, thot arsyeja kryesore pse selefi jon janë kon shumë të mirë dhe shumë të përmirësueshëm dhe shumë të kthyeshëm, thot sepse ajetet kuranore i kanë marrë si porosi të Allahut të drejtuar tyne, domethënë si mesazhe, si letra dërguar atyne. Dhe un kam frikën që domethënë në pikërisht ato dobët të kjo pjesë që nuk e madhnom me Allahun sepse këto lloj thirrjesh përqendrohet shijurnu, rrenudhe, apo nuk i mormi domethënë as seriozisht sikur se na drejtohen domethënë neve dhe madje edhe fjalën Allahu Akbar në përditshmëri nuk e mormi domethënë si alarm që na i përmbledh komplet kuptimet e madhnimit të Allahut subhanahu wa taala. E treta, përpas këtyre dyjeve të parave që të madhosh Allahun do të thotë ta kesh për një mend me Allahun dhe na nuk e tolerojmë kërkan se ka për një me neve, do në mend që ketë. Ne të veçlit, ne të paransishmit, ne të fryerit. Na nuk e tolerojmë kërkan. As fëmijën tonë nuk e tolerojmë kur e shohim që se ka punime me neve. A më prismi çështu Allahu me na trajtu but, edhe pse Allahu e sheh se kena punime. Edhe e dyta, domethënë të madhrosh Allahun azza wa xal do të thotë të jesh i qëndrueshëm, edhe këtë ne nuk e tolerojmë me kërkan. Ne të pafuqishmit, ne relativet, askë nuk e tolerojmë nëse e hetojmë që ai nuk e ka njet me zgat me neve. Të shohim që ka periudhë me neve, domethënë e hekmi pi shoshnisë, e hekmi pi bashkëpunimit, e hekmi prej respektit e kështu me radhë. E treta, të madhrosh Allahun do të thotë ti nënshtrohesh Allahut. Të madhrosh Allahun do të thotë ti nënshtrohesh Allahut subhanahu wa taala. Realisht nuk ka madhnim më të madh. Domthonë prej taj shembulli rukus edhe i sejdës që përmendëm në fillim, nuk ka nënshtrim më të madh, nuk ka nënshtrim më të madh se nuk ka madhnim më të madh se sa nënshtrimi. Nuk ka madhnim më të madh se sa nënshtrimi para Allahut subhanahu wa taala. Për arsye, nëse të shembulli e Abu Bekrit, e përmendëm që Abu Bekri është ai që na tregon çka është karakteristika e këtij sahabeve, po ky e ka pas masnalti, është sidku. Çka është karakteristika e këtij pejgamberve? Domthonë, kush është baba i pejgamberit? Është Ibrahimi alayhis salam. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Edhe pe aty na çumi musliman, të nënshtruar. Kur Zoti vetë i tha nënshtrohu dhe ai tha u nënshtrova Zotit të botave. Keni vëmendjen, ta kalon Allahu subhanahu wa taala madhnimin tekbir nëse ndjemi, edhe se kuptomi. Ta kalon nënshtrimin në emër, në emrin që ty të identifikon, prapë është temë dobët. Domthonë, merr për shembull në fetarin ton, qoftë në jetësim, qoftë në botë kuptimit, cila është tema më e dobët? Është nënshtrimi. Është nënshtrimi, sepse dobësia është edhe në krahasim. Po e vërtet është, domthonë çekie fetarin, i falti 5 vakte, i të dhon zakat, i kingu 500 derse. Sillesh me tullzum që 10 vjet, edhe ki krizat e nënshtrimit. Kjo është shumë dobësia e madhe në fe, sepse krahasuar me çuçi rrethonat, kjo tepër. Imagjino për shembull, po jam një shembull. Me bë me fol që tash nuk po nxjerrin në paralele me juve. Po kudo çekaç, sa jeni ju çekaç dikun tjetër, që mos ta merrni shumë personale. Me fol për pasimin e selefit këtë buzëqeshur. Me fol për pasimin e imamëve të mëdhenj këtë buzëqeshur.
Me bo me folën devimit e sharive, maturidive, këtë busqeshën. Me bo me folë, a ban me shku filan venin tash musliman që tu jaft e pushimeve, gjysë e kokave për kullën. Ku është nështrimi? Dhe më thonë, a ke edhe selefi në nështrim? Apo selefi, ndjekja selefit edhe akuzimi dikuj shekullin 3-4 si devjuar, është tem teorike, nuk sfidon mund për diqëmëri. A më kur po vjen në nështrimit të temat e për diqëmëris, a ban që tu me shku me bo pushime, a ban që tu me punu një musliman, a ban që tu me fitu, a ban që tu me pas paraqitjen, aty na ulmi kokën. Atëre, a kena na për një me? A jena të madhë mu Allahun te bareke ve teala? Ç'është e mundur na kena shku i kena rrit do tema, ku që aty e na të matë në nështrimin, a kjo realisht nuk është sfiduese më për neve. Për shembull, nuk është sfiduese në realitetin sot përditshëm, nuk është sfiduese, ku diunë, dikush prej kokave të kelimineve që u kanë para 1000 vjetëve. Nuk është sfiduese, sa s'është për kërkan interesante ai sot. Ama sot është shumë sfiduese një formë e fitimprurjes që 90% ulemave kanë ndalu, ose janë të dyshimt, ose s'kan alo deklarata lejohet, po domthonë e ki komunitetin shumë të relaksuar me investu aty. Sepse në nështrimi është i dobët. Kuptimi në nështrimit është i dobët. E pse është i dobët? Pse s'dim, se s'kena nguderse, jo se madhnon me Allahun. Nuk e madhnon me Allahun. Shumë thjesht është, nuk e sheh Allahun shumë të madh. E thu si deklarat, po nuk e madhnon Allahun te bareke ve teala. Ndaj për shembull na e morëm ç'i ka thonë Ismail alayhis salam, o baba jam, bëja çka e urdhëruar, apo? Edhe ti e kupton që i bie që tema e nështrimit u desh ka më kon temë fortë edhe në fëmini. Se Ismaili si ka pas 40 vjet kur i ka thonë baba jam bën çka po urdhërohesh në ëndër. A ka mujtën që kja fjali, bëj çfarë të duash, ti shtekanën në pjekurin më të madhe të Ismailit ose grupo për Amer. Jo, nuk ka darë kjo deklarat në një moshë të tillë. Se mos mu bo si standard, mos mu bo njëri me thonë, if'al ma tu'mar, bëj çfarë të duash, mos i ki 30 vjet udhëzim. Jo, dush mu konë, sa ka mujtë mu konë Ismaili. E u përmen në Koran, do më thonë, u përmen si detaj, kur e ka pa ëndrën, kur ka nis me janë gjitë dorën babës. Sa mundet mu konë kjo? Sa mundet me unë për shembull moshën në realitetin tonë. Kur bën djali më janë gjitë dorën babës me do punë të atij zamani. Çaj fëmia që bën më janë gjitë dorën babës, i thot if'al ma tu'mar. Bëj çfarë të është dhënë urdhri. Bëj, domethënë sikur që domethënë je urdhnu dhe urdhnimi më i madh që na ka ardhur neve në fe është me nështru Allahut subhanahu wa taala. E sidomos tu po duam të analizu një tmerr mrena të fetarëve, se për tjerë nuk jam të folur sot. Allah subhanahu wa taala na ka urdhëruar në Kur'an me hi plotësisht fe. Ja ledina amanu udkhulu fi silmi kafa. O që ngi besu, heni domethënë plotësisht në fen Allahut subhanahu wa taala. Po e kthemi në realitetin tonë të përditshëm. Që kjo urdhëres, heni plotësisht fe, bëhet që mos gabomi mi selektu Allahut. Domethënë po, unë e pasoj akidën e selefit, po unë domethënë farzën, po këtë. Ama këtu tema të sodit, ku diun shka e realitetet edhe çish ndërtohet komuniteti edhe ardhmëria e familja këtu, domethënë ta kanë me pak mbrapa. Nëse fëmia jot ti selekton urdhresat. Thot bab den që tu ti mundesh më manaton ajo. Bashortja jote ti selekton urdhresat. Bashkëpunëtori yt ti selekton ose punëtori jot, çajë llogarit për shembull, nxjerrë për shembull domethënë atë në familjes. Një punëtor që ti selekton urdhresat, atë ka respektuar, atë ka mallnuar, s'të ka respektuar. Domethënë, atë konsideron shumë të denj për me të ngu, për me të respektuar? Apo të shetë domethënë të shetë domethënë të shpërfillshëm, edhe domethënë do si do. Unë mendoj që kjo do me thënë është shumë e ndihshme për me na kthyen, me na I heket vetë pëlqimin që do thonë jena duke folë sikur se të certifikuar për xhenet. Do thonë ekziston një lloj mendësie e selektimit fesë është domethënë e tmerrshme. Madje me bëmu bale më sinqert, me nxjerr në pyetësor, shumë pak ka islam me nënshtim të plot. Shumë pak ka fetari me nënshtim të plot. Prej të dispozitat fetare deri te domethënë në realitetet më të prekshme të jetës së përditshme. Bile. Vllaznit që kanë nënshtrim të plot janë vllaznit të marginalizuar përmena komunitetit. Është deklarat shumë domethënë e çuditshme, po unë e besoj. Domethënë nëse e shoh me një vëlla që domethënë jashtëzakonisht e ka nënshtrimin e plot edhe e ka prekën edhe skajet e jetës së përditshme, një pjesë e madhe vllaznive shën që ky ka mirë pishman mas 10 vjetëve. Veç që I ka blloku familjen. Veç I ka marrë çoft fëmijët edhe I ka lënë paksionësh për jetës normale të dynjos, po mas 10 vjetëve ky ka më pasur kon paksi
pak si jo i menaxhuar mirë me realitetin ku është duke jetu. Pse vëlla nuk bëm ferm me thonë, vëlla, kjo të nënshtru, çka që thjesht është. Kjo të kry punën më të madhe. Ky s'ka guxim ja selektua Allahu të rrezet. Çka që thjesht është. Po ka gjase filani e bane shumica komunitetit me bojnë kujt unë shka. Shumë e thjesht, unë jam të mat, unë a guxoj më ja bëj çështura Rabbul Alaminit. Unë nuk guxoj. Po pse si të guxu? Si e të madhnu? Unë shumë e thjesht. Pse domethënë nuk i guxim ndoshta me marr një fiqh, një interpretim që ka gjasë më koni sakt, po nuk është më i mirë. Nuk është më i sigurti. Pse e ki që këtë frikë? E ki frikën për madhnimit të Allahu te bareke. Andaj Allahu subhanahu wa taala e ka përmendur në Kur'an pikërisht ato do të thënë që na në vazhdimsi e kena si ndoshta edhe mund të thonë si preambul të davetit tonë që do thonë atë ajeti kuranor që nuk i takon besimtarës kur është çështja e Allahut me pas ai një mendim tjetër, me pas ai një përzgjedhje tjetër, me pas ai një alternativë tjetër. Mund të thonë dikush, a nuk është kjo një akuzim i fetarëve? Shpesh të ndërë vëllezër, fetarët, keni vëmendje, shpesh fetarët selektimin e mshefin me fe. Se prej, domethënë prej ngumës së shumt, dëgjimit të shumt, leximit të shumt, këtë kulturën që e selekton fejen pastaj. Ku nështrohet, ku nuk nështrohet, nuk vrehet ajo më pastaj. Ajo nuk mund të më vret. Shumë do të më konë ndoshta transparent me një tjetër, ndoshta do të më konë pak pa marrë me ta thonë fytyrë, a moralisht ekziston një lloj fshehje e mos nënshtrimit që realisht nuk duket që nuk jena duke nënshtruar. Krasoj për shembull, që për thjeshtësoj. Për shembull, nënshtrimi ndaj Allahut te bareke ve teala që ka të bëjë me islamizimin e fëmijëve. Islamizimin e fëmijëve. Jo udhëzimin e tyre. Se udhëzimi është dorë të Allahut, po islamizimi si doktrinim apo si instalim i vlerave që ti i beson, kjo është domethënë në farz. Duhet të nënshtruar Allahut këtu. Nëse ti e këshir orarin e kurseve, nëse e këshir ti orarin e futbollit, nëse e këshir orarin e ku ti shka të kit familja çon komos me kur gjë. Në rregull? Edhe këna kur e këshir ti shpërfilljen e ndjekjeve të mësimeve të fesë. Ktu e shet domethënë që këtu ka krizat në nështrimit. Këtu ka kriza, nuk mund të marrë ajo, vetë se ky nuk e ka frikë, që ky mund të më konë nesër mushrik, ose mund të më konë bidatxhi, ose mund të më konë fasik, ose mund të më konë shpërfillës i farzave të Allahu te bareke ve taala. Ndërkaq na jena ata të cilët thonë se një gru e lën në shkëtetir, i ka thonë burrit vet, Allahu të ka thonë më lon çështu? Po Allah më thonë, atëherë Allahu s'na hub. Atëherë na kujna ata që e shprehmi këtë si deklarat, ndërkaq na tut më që fetaria jo kamë na hub. Shumica jon vllazni, shumica kur e shtohemi në nështrimin për frikave kryesore kena që kjo kemë na kushtuar me dynjë. Kur e shtohemi në nështrimin, frikën kryesore kena që kjo kemë na kushtuar me karrierë, kemë na kushtuar me dynjë, me familje, me kapital shoqëror e kështu me radhë. Do të thonë, ajo në shkretetir s'ka pas dyshim në Allahun se më shtohet bereqeti, edhe qel Allah dhe edhe shkretinën që për mua se unë kam nënshtruar Rabbul Alaminit. Me po pse ajo e ka pas këtë bindje të palëkundur, se e ka madhnu, e ka ditë sa i madh është. E ka ditë sa i madh është Allahu te bareke ve taala. Përveç këtyre trijave, të madhësh Allahun do të thotë ta kesh punëmend me Allahun, të madhësh Allahun do të thotë ti jesh i qëndrueshëm, të madhësh Allahun do të thotë ti nënshtrohesh Allahut, e katërta dhe e fundit, të madhësh Allahun do të thotë të bëhesh gati për takimin me të. Nuk mundesh me konsideru dikë shumë të madh edhe shpërfill takimin me të. Në sa herë që rritet madhnimi në raport me kë kemu taku, rritet përgatitja. Domethënë, nëse ka protokoll, ti duhet me respektu protokollin, apo jo? Në madje pyet edhe detaje. Ndoshta pyet edhe ku diunë, ndoshta edhe pagun. Apo jo? Për shembull, nëse eventualisht ka marrë një investitor shumë i madh, ti domethënë edhe je në gjendje edhe 2 javë përpara më bë gati për pritjen e tij, sepse nëse është investitor i madh, duhet më bë gati mirë për takimin me të. Domethënë, takimi me atë që e madhnon e aktivizon një lloj ndjenje të domosdoshme për më bë gati. E që kjo që na domethënë në përditshmëri nuk na shoqëron shumë kjo ndjenja e përgatitjes për takim. Shumë na shoqëron ndjenja kryes obligimeve në kuptimin që mos dal keq. Keni vëmendje, shumë është e hollë kjo për me kuptu. Domethënë, shpesh na e kena ta zon për shembull, shpesh e kena madhnimin e namazit, mos dal me keq ditën e gjykimit, sa domethënë çështu do të më kry. Jo domethënë se si kemi më shpërfaq Allahu ditën e gjykimit veprën. Është qartë, domethënë madhnimi aktivizon ndjenja të fuqishme të, domethënë të përgatitjes dhe këtë na e kena për shembull te selefi, sikur që përmend Adi ibn Hatim, thot: "Ma dakhala waqtu salatin hatta ashtaq ilayha."
Thot nuk bën vakia që marr vakti i namazit vetë se më ka marr malli për këtë vakt. Pse të merr malli për namazin e radhës? Sepse e ndjen si takim me Allahun te bareke ve taala. Kur njeriu e ndjen për shembull namazin si madhnim ndaj Allahut. A ka gjast për shembull me fal në fund të kohës? A ka gjast për shembull për arsye më të vogël me bë 2 vakte bashkë? A ka gjast për shembull me ezan namazi fjalabia me një joshje dhe me një gaflet shumë të pahishëm për dikë që e menon me madhnim Allahun te bareke taala. Domethënë janë shumë pyetje të përditshmërisë që na nxjerrin neve pasuesit krenar të selefit, shumë domethënë të matshëm me matje të lehtë në madhnimin e Allahut te bareke taala. E shohim Muhamedi muslimi për Ubad ibn Samit thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allahi kariha Allahu liqa'ah." Kush e do takimin me Allahun, Allahu e do takimin me të. Dhe kush e urren takimin me Allahun, Allahu e urren takimin me të. Keni vëmendjen, Allahu e do takimin me robin. Para se me menu që ti e të dosh mu taku, ajo të dosh mu taku. Domethënë, ai i plot fuqishmi, ai madhështori, ai absoluti, ai pa nevojë për krijesat e tij, e do me u taku me ty. Kjo është, u mendoj që nuk ka fjalë në gjuhën shqipe ose ku do të thënë do gjuhë që mund të më shpjegoj këtë si domethënie. Edhe sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sigurisht është transmetuar që Aisha e të tjerë e kanë pyetur Resulullahin sallallahu alaihi wasallam për me hek cilën do dilemë që mundun me pas në raport me këtë qysh. Na e dojmë takimin me Allahun, Allah do takimin me neve. E thotë ja Rasulullah, inna lanakrahu al-maut. Thotë mirë po na urrejmë vdekjen. Vdekja është irtësia më e madhe që mund të më ekzistojë. Nuk ka diçka më të hidhur se sa vdekja. Keni vëmendjen? Vdekja mos e ka takimin me Allahun. Qysh mund të më koni diçka e dëshiruar, e aspiruar, diçka shumë e madhe, ndodh mas një udhtimi. Ndodh mas një përjetimi shumë të rëndë. Nuk ka përjetim më të frikshëm, më të mundimshëm se sa vdekja. Ndërkëse që kjo është dera për me shku te seni më i këndshëm, më i bukur edhe më i synuar në jetë që kimë e bë. Kjo është e lehtë dhe e këndshme për me të kalu vdekjen veç kur ty gjallënon ideja e takimit me Allahun. Është e qartë. Domethënë çaq shumë gjallënon vdekja bëhet koncept i lehtë. E nëse dëshira me taku Allahun, vdekjen e ban të lehtë, a se ban jetën të lehtë, a se ban istikamën të lehtë, a se ban përditshmërinë të lehtë, a se ban nënshtrimin te Allahut të lehtë në përditshmëri. Domethënë, kjo veç domethënë njeri nuk e menon që ka me taku Allahun dhe për këtë arsye i bëhet shumë normal domethënë mos nënshtrimi, mos qëndrueshmëria edhe kështu me radhë. Keni vëmendjen, thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thotë lejse dhak, nuk është kjo që i të menu. Walakin al-mu'mina idha hadara al-maut bushira bi ridwanillahi wa karamatihi. Me bëdhat besimtari kur t'i vjen momenti i vdekjes sot përgëzohet me nderimin e Allahut dhe kënaqësinë e tij. Përgëzohet me kënaqësinë e Allahut dhe nderimin që ja bën Allahu subhanahu wa taala. Është përmend njëherë kënaqësia e Allahut, pastaj është përmend nderimi. Kënaqësia e Allahut dhe pastaj është përmend domethënë nderimi. Domethënë, ki jetu duke e fituar kënaqësinë e Allahut, ki muneru. Ki jetu duke e madhnuar Allahun, ki muneru. Edhe pjesë e nderimit ka mundon që ndrojnë ligjet, në diçka që quhet vdekje. Dhe është e mundimshme, është moment kur ti ke mëoni përgëzim për me prit me çeft takimin me Allahun te bareke ve taala. Kështu që ai që Allahu është i kënaqur me të, ai që Allahu është i kënaqur me të, ai përgëzohet dhe e prit me qef, e prit me dashni, e prit me shumë entuziazëm. Mirë, po kush janë këta? Allahu po thot në ajetin që përmenda më herët, hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Kjo dita që ata që kanë pas për me Allahun kanë apo hajrin. Çish kanë pas hajrin? Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Aty kanë pas xhenetën në cilën rrjedhin lumej ku kanë qenë përgjithmonë, radiyallahu anhum wa radu an. Allahu ka kënaqur me ata dhe ata kanë qenë të kënaqur me Allahun. Kuptimin që sidqi, qëndrueshmëria, istikami janë të lidhur me a është i kënaqur Allahu me ty apo nuk është i kënaqur Allahu me ty dhe ai ti i kënaqur me Allahun te bareke ve taala. Çuçi be kjo vllazni, se ti aty ku i kënaqsh ti nuk largohesh. A kuptuat? Merë, a e ki për një me? A e ki për një me dikë që i kënaqsh? Për një me ka njëri me dikë që është i kënaqsh. A është i qëndrueshëm me dikë që është i kënaqsh? Domethënë, nëse ti me një punë je i kënaqsh, oferta është e mirë, je i kënaqsh. A e ndron ofertën? Njeri nëse është i kënaqsh me Allahun,
nuk shkon dikun tjetër krahas Allahut subhanahu wa taala, dhe ai që është nënshtruar nuk mundet me gjetë më mirë se sa nënshtrimi. Ndaj është i kënaqur me Allahun dhe Allahu është i kënaqur me të. Edhe kjo është domethënë shembulli i sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, derisa ta mormi premtimin edhe thirrjen unudu an tilkumul janna uristumuha bima kuntum ta'malun. Dhe bëhet thirrja që kjo xheneti henin ta se ju keni punu për me fitu. Ju keni punu për me fitu. Është një detyrë, kushtimisht thonë detyrë shtëpie. Merrni këtë pjesën e ajetit bima kuntum ta'malun. Për çfarë keni punuar? Gjene vesh një punë, shka ta jep xhenetin nuk është e lidhur me madhnimin e Allahut dhe këtu katër domethënie. Veç një punë, jo dy. Veç një punë që të çon xhenet nuk është e lidhur me madhnimin e Allahut, në cilën madhnim zbërthehen këto katër kuptimet. Kuptimi i qëndrueshmërisë, i përnjëmënsisë, i qëndrueshmërisë, edhe kuptimi i nënshtrimit, edhe kuptimi i përgatitjes për takimin me Allahun te barekuhu teala. Dhe gjene cilën do punë që ki shkelje në farz, ose ki shkelje në mëkate që nuk lidh me këto katërt. Ose se ki punime, ose nuk je i qëndrueshëm, ose nuk je të nënshtru, ose e ki harru ditën e gjykimit. S'munut me ekzistu një dalë për këtyre katërta. Për arsye, kom pas dëshirë me bë këtë trajtesë pikërisht nga ky këndvështrim, ndoshta me e përmbledh një prej pyetjeve që bëhet shpesh. A ka mundësi do një kuptim u ka në kuptim shumë themelor që e përcakton qendrën e davetit tonë? Ose a ka mundësi me e kallëzu një lloj matje dhe një lloj standardi me e filtru ngjashmërinë e pavërtet me të tjerët? Po, e vërtet është. Shpesh tingëllojmë të ngjashëm dhe të njëjtë me të tjerët. Edhe shpesh ndoshta njerëzit na shtin me një thesa me një folder. A ka mundësi për shembull çysh me e përcaktuar pjesën më themelore çysh bëhet dallimi? Një pyetje që bëhet dallimi, që do duhet të ishmi qëtu, Allah na boft, se nuk është domethënë deklarat nga të qenit, po nga të synuarit, domethënë është me ematën, me madhnim të Allahut te barekuhu. Domethënë ku dallon tauhidi jo me tauhidin e tjerëve? Tek madhnimi. Për shembull, ai që e madhnon Allahun te barekuhu teala, a guzon me bot tekfir jashtë rregullit fesë? Nuk guzon se ai domethënë është i nënshtruar. Ai nënshtrohet vetëm normativës fetare, ai nuk krijon normativ të re për me tingëllu ma i përkushtuar. Ai domethënë ai kena të përcaktimet e njëjta në tauhid. Ne mund të kemi shumë tema të njëjta në tauhid. A më kur vjen zbatimi pastaj i gjykimit, dallohemi shumë. Ose a jena të njëjtë me shumë vllazni që pasojmë sunetin? Po jemi shumë të njëjtë me shumë vllazni që pasojmë sunetin. A më domethënë shumë dallohemi nëse ti pasimin e sunetit e shet tek teoritë e debateve teologjike, edhe ky që e shet pasimin e sunetit tek sfidimi i përditshëm, se përditshmëria përcakton fejen. Nuk e përcakton një definicion i imanit. Nuk e përcakton. Nëse e shoh me Abu Bekrin radhiyallahu anhu, shka u kon Abu Bekri? A u kon super ngjarjen 3 ditë, a u kon përditshmëria? A u kon Abu Bekrian i përditshëm, a i super ngjarjeve? I përditshëm. Edhe ku dallohemi? Dallohemi se përditshmëria nuk e kena të njëjtë, ose standardi nuk e kena të njëjtë që ndërtohemi përditshmërinë. Ose ku e kena pastaj për shembull përveç nënshtrimit, përveç domethënë për një mësim, ku e kena domethënë qëndrueshmërinë, edhe ku e kena domethënë matjen e temave me ahiret. Matjen e temave me ahiret. Fatkeqësia më e madhe e realitetit të sotëm është domethënë një të huajëzim, nëse kam të drejtë me thonë, edhe një shmangje dhe quarje në përqoshe e temave të ahiretit. Ndërkaq pa temat e ahiretit, kjo llahtaria e sotit, edhe kjo çorëditje e sotit nuk mund të më ekuilibru. S'po tham që kena i zgjidh këto temat për më një herë, edhe pse padyshim ajo është qelsi, po përditshmëria e temave që shumë shpesh kena kriza te këtu katërtat, domethënë tek nënshtrimi dhe tek qëndrueshmëria dhe tek domethënë ponjësia, lidhen se ne nuk jetohemi me presionin e vdekjes edhe varrit, edhe ringjalljes, edhe daljes para Allahut te barekuhu teala, edhe shpëtimit pi xhenemit dhe fitimit të xhenetit të Allahut subhanahu wa taala. Çka i bie të madhrosh Allahun, i bie teksa thua Allahu akbar, teksa nuk thua Allahu akbar, teksa e ki Allahu akbar në zemër, domethënë me pas shumë punime me Allahun, më kanë shumë i qëndrueshëm në raport me Allahun subhanahu wa taala, më nënshtrua Allahut azza wa jall, edhe më bëj gati për takimin me Allahun te barekuhu teala. E kam një kërkesë, të paktën janë një muj, teksa e thuni Allahu akbar gjatë ditës, me i përsërit çdo domethënie, me kuptu ku jena. Edhe njeriu kur e kupton ku është, ka gjas më shumë domethënë për më bë më mirë. Sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina Muhammad.